Mbyllja e fazës së dytë të kampionatit kombëtar të voleybollit për femra gjeti Vllaznin në vendin e parafundit të renditjes, një pozicion ky ku përpos pamundësisë për të luajtur në fazën finale të play-offit rrezikonte edhe qëndrimin në kategorinë superiore, ndaj sipas rregullores së Federatës Shqiptare të Voleybollit për të qëndruar në kategori, Vllaznisi duhet të luajë në fazën play-outit me vendin e dytë të kategorisë së parë, vend në të cilin ishte renditur Studenti. Në program janë dy ballafaqime, ku i pari është luajtur në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi të Shkodrës, një ndeshje kjo dominuar plotësisht nga ekipi kuqeblu, i cili e mbylli krejt ndeshjen me fitore, me rezultatin e pastër 3-0. Referuar kronikës së lojës, volejbollistet kuqeblu të drejtuara nga trajneri Dorian Tafa fituan setin e parë me shifrat 25-12. Në setin e dytë shfaqet një rivalitet më i madh në fushën e lojës, por gjithsesi universitarët nga kryeqyteti nuk arrin të shkojnë më shumë se sa pika e 15 ndaj 25 të Vllaznisë. Edhe në setin e tretë mikeshat nga Tirana kanë një rritje në lojën e tyre dhe këtë radhë ndryshe nga setet e mëparshme që shënojnë 12 dhe 15 pikë arrin deri në kuotën e 17 pikëve. Gjithsesi Vllaznia nuk fal dhe duke mbajtur të njëjtin ritëm loje mbyll edhe këtë set me fitore 25-17 dhe të gjithë ndeshjen 3-0. Me këtë fitore Vllaznia ka hedhur hapin e parë të sigurimit për të qëndruar në superiore, por për ta zyrtarizuar një gjë të tillë duhet pritur ndeshja e kthimit, e cila luhet në Tiranë, ku në rast fitoreje mbyllet gjithçka, ndërkohë nëse në kryeqytet fiton Studenti, do të luhet një ndeshje tretë përsëri në Shkodër.